Përshëndetje miq, sot do të flasim për një temë që intereson shumë shqiptarëve, sidomos ata që jetojnë jashtë vendit. Ku është më lirë të ndërtosh një shtëpi, në Shqipëri apo në Kosovë? Nëse po planifikon të investosh në një shtëpi, kjo video do të ndihmojë të marrësh një vendim më të mirë. Kostoja e tokës. Shqipëri, në zonat rurale, një dynim tokë mund të shkojë 10.000 deri 30.000 euro. Në zonat afër qyteteve si Tirana, Durrësi apo Vlora, çmimet shkojnë shumë më lart. Në Kosovë, në fshatra toka është më e lirë, shpesh 5.000 deri 15.000 euro për një parcelë të vogël. Në rrethina të Prishtinës apo qytete të tjera të mëdha, çmimet rritën ndjeshëm. Përfundim, toka në Kosovë është zakonisht më e lirë në krahasim me Shqipërinë, sidomos jashtë qyteteve. 2. Kostoja e ndërtimit. Shqipëri, çmimi për metër katror ndërtimi varion nga 300 deri në 500 euro në varësi të cilësisë së ndërtimit dhe vendodhjes. Kosovë, çmimet janë të ngjashme, por në disa zona mund të gjesh edhe më lirë, rreth 250 deri 400 euro për metër katror. Përfundim, Kosova del pak më lirë për ndërtim, sidomos në zonat më pak të zhvilluara. Dokumentacioni dhe lejet. Shqipëri, procedurat mund të jenë të ndërlikuara, shpesh kërkojnë shumë leje dhe dokumente. Kosovë, në përgjithësi më e thjeshtë dhe më shpejt për të marrë lejen e ndërtimit, sidomos në komunat që punojnë në mënyrë digjitale. Përfundim, në Kosovë është më pak burokraci në shumicën e rasteve. Punëtorët dhe materialet. Shqipëri, kostot e punës po rriten sepse shumë punëtor po emigrojnë. Kosovë, ende ka punëtor lokal me çmime më të ulta, por edhe atje po ndikohet nga mungesa e fuqisë punëtore. Përfundimi, Kosovë është ende pak më ekonomike për punëtor dhe disa materiale. Shembull, një shtëpi 100 metër katror në Shqipëri parafërsisht kushton rreth 40.000 deri 60.000 euro pa tokën. Në Kosovë, e njëjta shtëpi mund të ndërtohet për 30.000 deri 50.000 euro. Për mbledhje, në shumicën e rasteve ndërtimi i një shtëpie është më lirë në Kosovë. Toka, puna dhe procedurat janë më të përballueshme, por gjithçka varet nga vendodhja dhe prioritetet që ke. A je për afërsi me detin, Shqipëri, apo më shumë tokë dhe qetësi, Kosovë? Nëse të pëlqeu video, mos haro ta lësh një like, të abonohesh në kanalin tim dhe të ndash mendimin tënd në komente. Ku do e ndërtoje shtëpinë tënde, në Shqipëri apo Kosovë?